Jemi me pjesën e dytë të emisionit tonë, me pjesën qendrore dhe në studion nga Tirana na është bashkuar Angus Day, një artiste fantastike me një stil të veçantë. Me Angusin jemi e njoftuar qysh në edicionin e parë të festivalit të këngës në Radio Televizionin Publik Kosovës, me njëherë me paraqitjen e saj rrëmbeu zemrat e publikut. Së fundmi, ajo ka prezantuar edhe projektin e saj më të ri, SMS of Love, një projekt me një mesazh shumë të fortë. Me Angus do të flasim jo vetëm për projektin e fundit, por edhe për shumë çka tjetër. Faleminderit për kohën, Angus. Hello, thank you. Faleminderit për prezantimin, ishte shumë i bukur dhe pak i gjatë, po i meritum. Sinqerisht, edhe me kënaqësinë më të madhe, më bë qefi shumë që nuk hezitove nga Tirana direkt erdhe në Prishtinë. Direkt. Një mundësi e mirë, por besoj që sa do pak Prishtina t'jep inspirim, t'jep energji të mirë që ndoshta një këngë tjetër e mirë me dalë. Mendoj që Prishtina ka qenë kështu si guri im i fatit, sepse këtu e fillova me këngën time të parë. Dhe gjithashtu shumë faleminderit se gjithmonë nga ju kam pasur suport dhe është një ndër gjërat më të mrekullueshme për një artist të ri. Angus, çuçi kujton atë momentin e festivalit këngës, para se të flasim për projektin e fundit. Çuçi kujton atë moment? Gjithmonë me shumë emocion. Okej. Më shumë e kujtoj pak me frikë se kënga ishte shumë e vështirë. Okej. Tonaliteti i këngës ishte shumë lart, po, dhe ishte risk që ose do kishte sukses ose do dështoje. Absolutisht. Që ishte një risk i madh, por ndodhi pozitivja, po. Pozitivja shumë mirë. Shkoj me shumë sukses, pata shumë suport. Tregom, e kanë ndjek festivalin e këngës së RTK-s në Shqipëri? Po. E kanë ndjek. E kanë ndjekur dhe ishte shumë gjë e mirë, sepse direkt mbas pjesëmarrjes në RTK më ftuan tek festivali i RTS-s në Shqipëri. Po, që t'isha përshëndetse bashkë me një person tjetër që garonte aty, me një artist tjetër. Kështu që ishte një nismë e mirë. Nismë shumë e mirë, po. Po flasim pak e thash, një projekt tjetër që është goxha ka një mesazh të fortë, SMS of Love. Sa është personale për ty kjo këngë? Kënga në fakt nuk është se është shumë personale ose tregon një historinë time, është më shumë një temë e cila duhet të thuaj, pasi kur je një artist dhe ke një zë, duhet të tregosh gjëra të mira dhe t'japësh mesazhe të mira, po. Dhe kjo pjesë e SMS of Love është shumë e rëndësishme, pasi besoj që shumica e personave të rinj e ndjejnë në jetën e tyre, duhet të largohen nga shtëpia, nga mamaja, nga dashuria e mamas, duhet të shkojnë për studime, duhet të shkojnë jashtë shtetit për një jetë ndryshe më të mirë, dhe është mama ajo që e vuan gjithë këtë ndarjen me fëmijën e vet. Sot që munduhemi ta shpjegojmë me fjalë më mirë se vetë kënga që shpjegon komplet jep kuptim plot asaj që po flasim, nuk ka kështu që e lusë regjin, e ndjekim SMS of Love edhe rikthehemi në studio për të biseduar dhe vazhduar jetën e emisionit. Dashur, sa po e dëgjuam pra, SMS of Love realizuar nga Erion Zaloshnja dhe Super Studio. Yes. Ke bashkëpunim? Bashkëpunimi fantastik. Gjithë bashkëpunimit i kam vetëm me Erion Zaloshnjën, vetëm atij besoj, domethënë. O mirë, sepse është më i miri. Okej, patjetër që po. He's the best. He's the best, nuk e vëm diskutim, po është më mirë nganjëherë me eksploru, ndoshta në studio tjetër? Jo, nuk e besoj. Duke qenë që The Super Studio është një ndër studiot më të mira, mund ta them me plot gojë në Ballkan. Super. Është një studio analoge me komplet e izoluar në mënyrë kështu akustike? Akustikisht shumë mirë, pasi s'po më vinte fjala. Me pajisjet më të mira, më të fundit kohës. Po besoj që kredica i falenderum edhe një herë Super Studio, faleminderit që punon mirë për Erion Zaloshnja, pastaj është kreativ, shumë i zgjuar, shumë eksperimenton shumë me muzikën dhe më ka tërhequr dhe në gjuhën angleze. Pse zgjedhe pikërisht në gjuhën? Me qenë ma internacionale, ma letë me dëpërtu? Kur erdi si këngë në fillim, fjalët erdhën vetë ashtu anglisht, nuk e di pse. Okej, pse SMS of Love? Më pëlqenë si titull. Sepse thotë, send me doves, my love, like an SMS of love. Okej. Dhe më thënë, më dërgo plumba, si SMS dashuri, i thotë mamaja vajzës, kur është largë. Dhe këtu mbahet refreni në këtë. Tekstin e ka shkru? Erion Zaloshnja. Erionit, faleminderit, një tekst i bukur, po klipin më tha që e ki po vetë. Po. Okej, nice, tregon pak për klipin.
Klipi Je është për bërë shumë ndjesin që shpejt. ke lëviz në shumë vende të botës. Shumë mirë që është dalë kjo mënyra e teknologjisë. Po, nuk është se kam qenë në New York vërtet. Okej. Janë me CGI, me footage, me rendera pa fund në kompjuter. E kishe të Dhe shtirë? disa pjesë të tjera pas janë xhiruar, po kjo, për shembull është xhiruar në rrugë me një pick-up Në Tiranë. në Tiranë, po. Duket sikur është në New York. Domethënë, është miksimi i gjithave ka sjell një punë shumë të lezetshme dhe të bukur që është pak a shumë si një film kur e shikon. Për shumë njerëzve tingëllon si këngë R&B, e zhanrit R&B, po në vërtet çka mund ta quajmë? Qysh kish me qenë termi ose zhanri më i saktë që i përket kësaj këngë? Asu nuk di t'i vej një label të sakt, Alternative ndoshta? edhe alternative, po kjo në mes të këngës ka një komplet një pjesë që është kompozuar nga fillimi që është klasike, Okej. është komplet jashtë stilit të këngës, Okej. po eksperiment i bukur. Nuk e di, mendoj të R&B, alternativ, aty, në për këto ujra. Në për të ujra. Në qoftë se cilat keni fillimisht më ditë feedbacks që i morë prej shoqërisë, për njerëzve, për rrjetit që kanë dëgjuar këngën? Të gjithë më thoshin, mu duk sikur pash një film, kështu që ishte shumë pozitive. Sa kohë të murë me bëhë këtë mini film? Mund ta shkruajmë. Për xhirime, diku te 3-4 ditë, për montazh pastaj diku te po prap 3-4 ditë. Më befasove me xhirimet, mendova që ka marrë editimi më shumë kohë. Editimi ka marrë më shumë kohë në fakt, po xhirimet nga që ishin me pauza dhe nuk është se ishin një pas një. Bardezi, të duk ma jepshe më shumë kuptim? Jepte atë, zgjodhëm këtë efektin film noir, që është e bën më film të gjithin. Jo, ndesha me thonë, e përshur ma mirë, jep ma shumë kuptim këngës, sepse kish me qenë këngës i jep më shumë. Duke qenë që është edhe e trisht, duhet ishte edhe pa ngjyra. Edhe pa ngjyra. Ngjyrat japin ato lumturinë ose... Agos, çka mendon, ka momenti për me bonje një bashkëpunim me një këngëtar tjetër, në një zhanri tjetër, që kemi mendu tash vera po vjen, po mendoj që kjo këngë është realizuar në 2022, ne vjen që nuk i punu shumë. Jo. Realisht i punu shumë. Në fakt, gjithë këto vite jemi marrë bashkë me Erion Zaloshnjan, duke bërë shumë këngë dhe presim që t'i sjellim çdo muaj nga një këngë, derisa të arrim të bëjmë një mini album ose një mini EP. Dhe nuk është se kemi ndetur pa bërë gjë. Absolutisht. Thjesht nuk kishim kohë për të bërë klipin, për të xhiruar që t'i nxirnim. Sepse dhe xhirimet i bëj po prap bashkë me Erion Zaloshnjan dhe Super Studio. Fantastike, unë zakonisht bëj pyetje, kum qef që mi shty këngëtarët e mirë me bo këngë të mira. Për sa i përket bashkëpunimeve, mendoj që nuk jam akoma në fazën për të bërë bashkëpunime. Do me dalë vetëm një herë. Duhet të më njohi njerë mua, pastaj të filloj dhe të bëj bashkëpunime me tjerë. Në çfarë zhanret këngës ka me përfshi kjo EP, realisht një mini album? Njësoj si kjo këngë janë komplet mund të them... Nuk do me lëviz për zhanret ta, nuk do me lëviz... Nuk kanë zhanër, janë shumë eksperimentale, janë shumë ndryshe, nuk janë komerciale. Kështu kemi zgjedhur që të bëjmë. Këto shije kemi. A ndoshta është e vështirë me mbjetu prej jo komerciales? Është shumë e vështirë. Mendoj që është një ndër mënyrat më të vështira për të zgjedhur. Por duhet ketë dhe njerëz që bëjnë gjëra të ndryshe, që ketë diversitet edhe... Natyrshëm lind një pyetje, nga stili që ke, nga mënyrat të dëgjuarit muzikës, muzikën që e dëgjon, çka t'inspiron, Augustin? Cili është zhanri i muzikës së këngëtari, artistja që realisht t'inspiron dhe ki pasi muzën ndoshta prej kohën e re? Pink Floyd. Pink Floyd, okej. Deep. Okej. Pink Floyd, Queen, do të thënë më shumë këto rock. Pak psychedelic. Okej, kemi ide të Iron Maiden ajo? Sigurisht që i kam shumë qef, por nuk besoj se do më përshtateshin mua. Do të përshtateshin. Ke nisë karierën e ke ndërtu me kompeticione, me pjesëmarrje në festival. E mendon një rikthim të mundshëm ndoshta edicionin e 4 të festivalit këngës? Po, e mendoj. Në fakt, kisha qef të merra pjesë dhe tek i kaluari, por akoma nuk e kisha një material që ndihesha unë shumë e sigurt që isha shumë fuqishëm. Okej, Kështu që ndoshta vitin tjetër mund të kem një material të mirë edhe... E këtë ndihmon gara, kompeticioni? E ke frikë, e ke... Jo, frikë nuk e kam. Okej. është qef, është adrenalin. Adrenalin? Po. Të nuk moj pa bisedu, po besoj që ta shëndalje do e kemi një, po besoj për ty është një emocion i veçantë. Kjo është edhe paraqitja jote e parë në edicionin e parë të festivalit këngës. Një
Zakonisht kur bëhet fjalë për festivale në Kosovë, ky është festivali vetëm që ju bën punë të jashtëzakonshme. Ka nisë mbar dhe po pëlqejë gjithandej. Festivali i parë. I parë ka qenë dhe ka nisë shumë mbar. Një punë e jashtëzakonshme, paraqitje shumë e mirë. Faleminderit shumë. Po, me shumë emocion, sigurisht. Tu, madje ka qenë dita e dytë, më duket. Okej. Dhe nuk kisha emocione. Qyqyr. Ditën e parë kisha shumë emocione, kurse këtu e kam shijuar vërtet atë skenën edhe publikun. Regjia, nëse ka mundësi, vetëm pak zanin, të dëgjojmë, të kthehemi pak back in time në kohë, të përjetojmë më shumë edhe ne në studio ato emocione. Një këngë dedikuar babës. Po, është momenti kur babai ndahet me vajzën, kur vajza martohet, nuse. Momenti që ikën e merë dhëndri. Ja lënë shtëpinë thatë. Po, edhe gjithmonë babai është ajo figura e fortë e shtëpisë, dhe në momentin që ndahet me vajzën aty qanë, tregon atë dobësinë e vet dhe është shumë moment i bukur. Dhe ja ku ja bëm një këngë babait, një mamas. Tash kush ka ngel, vllai motra, a? Ndoshta. Tregom kur është gjithë këtë orkestër, këtë ndryshim, këtë skenë, të ka plotësuar si artiste? Sigurisht, është një ndër eksperiencat shumë të nevojshme për një artist. Që e plotëson, e mëson me skenën, e mëson sidomos me orkestrën që është shumë e vështirë të sinkronizohesh dhe të këndosh live. Dhe unë i them gjithë artistëve që marrin pjesë, i komplimentoj i them bravo sepse është guxim i madh dhe është shumë e vështirë. Të tjerë të shikojnë nga televizori dhe thonë, bëri çik stonoj këtu, stonoj aty, po ti je aty vërtet. Është goxha e vështirë. Është shumë e vështirë. Mendoj që erdhëm pak shumë deri minutat e fundit. IP-ja po vjen, e kemi menduar me lansu para verës gjatë vitit. Do fillojmë që mbas 2-3 javësh të nxjerrim këngën e re, pastaj mbas 4 javësh këngën tjetër. Që do jemi gjithkohës duke nxjerrë. Do tash kemi qenë më aktive. Aktive, po. Më aktive se kaq mediat në Shqipëri e japin hapësirën e nevojshme për artistat të rinj që kanë potencial dhe realisht nuk po dia me çujt artistë të rem ose tash ki kriju një far. Po. Tash një emër Augustin e njohin. Nuk e di akoma, nuk mendoj që e japin, por të shikojmë. Okej, August, po të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi e veçantë. Unë edhe një herë po të komplimentoj për këngën që ke sjellë. Faleminderit. Bëhet thirrje edhe gjithë ata që po na ndjekin, qoftë në Kosovë, Shqipëri dhe më tanë në diasporë. Mundeni me dëgju një këngë fantastike, një mesazh shumë i fortë, SMS of Love është projekti i fundit i Angus Day. E gjeni në YouTube, klikojeni, dëgjojeni dhe shumë shpejt me Angusin do takohemi qoftë për mes videokallë, për IP-në dhe Ose do takohemi prapë këtu. Pse jo, me kënaqësi mirëpresim gjithmonë. Faleminderit shumë për kohën.